Policia e shtetit ka ndërruar 231 efektive të rënë në krye të detyrës. Ceremonia për dëshmorët është kryer në Akademinë e Policisë, ku të pranishëm ishin krerët të uniformave blu, përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, si dhe familjar të dëshmorëve. Drejtori i përgjithshëm Skënder Hita vlerësoi dëshmorët, duke shtuar se misioni fisnik i policisë në zbatim të ligjit vijon. Për çdo punonjës policie sot kjo ditë është edhe pasqyrë, edhe thirrje. Pasqyrë për të parë se çfarë peshe ka uniforma që ne mbajmë. Thirrje për të mos harruar kurrë se autoriteti pa njerëzillëk bëhet i ftohtë, ndërsa ligji pa shpirt bëhet edhe më i largët. Policia e shtetit nuk është vetëm forca që lufton krimin, është edhe dora që ndihmon të moshuarin, fjala që qetëson qytetarin, prania që rikthen besimin, syri që vigjilon kur të tjerët pushojnë. Dëshmorët tanë mësojnë se uniforma nuk nderohet nga grada, por nga karakteri, nuk ndriçon nga metali i stemës, por nga morali i njeriut që e mban. Në përfundim të ceremonisë, të pranishmit vendosen kurora me lule në memorialin e ngritur për dëshmorët e policisë.